Çka ndodh me ata njerëz musliman, më thoj se e ka shkruajt njerëz musliman, të cilët e prishim një martesë e lën fëmijët jetima. Domethënë kjo është pyetje si duket ndërhyrje se. Domethënë nëse fjala jetim ka dallim për asaj që e ka shkruajt po. Po. Unë se di kush ka shkruajtur me ti kam punë, ti e thua. Po. Ti e lexove thon. Normal, po. Jetim kush është në fen ton? Ati që i ka vdekur babai. Ai quhet jetim. Në fen ton kështu. Në momentin që ka vdekur baba, je jetim. Nëse i ke më pak se 18 vjet. Nëse i ke më shumë se 18 vjet, je jetim. Se i zoti vetës, mundesh me punua. A kupton? I kupton gjërat, i kupton botën, ama 10 vjeçari nuk mundet. As me punua dhe nuk e kupton jetën këtë botë njësoj si ai që është moshën madhore. E para, e dyta, pse janë nda baba dhe nana, fëmijët nuk janë jetima. Ato edhe babën e kanë, edhe nanën e kanë. Apo? Domethënë, në momentin që i ka vdek baba jetim. Ama pse janë nda, pse janë shkurorzu, nuk quhet fëmia jetim. Qoftë vajzë apo djalë e para. E dyta, thot në feja janë që Allah subhanahu wa taala më së shumti që urren o shkurorzimi. Mirë po e ka leju. Shkurorzimi nuk e do Zoti, ama e ka leju. Para mendoj të kishte ndalu. Shembull ne kena probleme me gratë, duhet më shkurorzu, po s'ke drejt. Luft ishim, lëm ishim ba. A nuk ka në kjo jetë. Shive, çka ka thonë Zoti në Kur'an për martesën? O me waddetun u rahme. O dashuri dhe mëshirë ndër vetë. Nëse as njëna as tjetra nuk ka problem. Nuk rrinjeri me gruan e vet edhe gruaja me burrin e vet për hatër. Martesa nuk ka për hatër. Martesa ka rregulla. Si mos të ketë dashuri. Po duhet mi plotësu rregullat. E tasha, ka mundësi me orë të shkollit, ka mundësi. Mirë po nuk do më thonë që duhet me na shkalu fëmijët. Fëmijët kanë rregullën e vet, e kanë hakun e vet. Qoftë baba apo nana e kanë detyrë dhe obligim të mbikëqirin fëmijët derisa ata të jenë të moshës madhore dhe të marrin përgjegjësi për vete. Deri në 18 vjet. Edhe shteti, ke po shteti. Deri në 18 vjet edhe pasaportin se ne merr vet. Duhet me qenë baba dhe nana. Është ashtu? Pse se përgjegjësi nuk mundet me marr vet. Tash, janë nda, mirë po, jo, me janë shkalu fëmijët. Mëllefin që kanë i natën ndërmjet vete, nuk duhet me ditë fëmijët. Fëmijët shqetësohen, mërziten. Po me qenë se shkurorëzimi ka ndodhur por një gabim banal, për asgjë hiç. Këta dy mendoj që kanë me dhonë përgjithësi për fëmijët e tyre më shumë. Se nuk shkurorëzohet burri apo gruaja për diçka thjesht. Ka njerëz që shkurorëzohen, kanë probleme serioze që nuk mundën ta ballafaqojnë njëri tjetrin. Jetën e shohin ata që afatgjate nuk kanë rregull, mendej ata bashkë dhe shkurorëzohen. Por nëse edhe shkurorëzohen është mirë ta kenë një marrëveshje shkurorëzimit. Se ne shumë ka shkurorëzime. Mirë po, hoxhallar ndërhin për me pas një marrëveshje. Mos me orë puna, të idhnimi, në një luftë verbale, në një inat verbal, e pastaj mundu njëri tjetrit me avon të keq. Jeni shkurorëzu, Allah ja dhash hajrit, edhe vajzës edhe djalit. Po saqërisht se e kanë një fëmijë, ato duhet të kenë kontakt për hatër të fëmijëve. Në pyetsi më duket sa ka gjuna një person i tretë që ndërhin me një çift edhe e prish një familje, domethënë. Faktikisht le fëmijë jetima thojza. Jo në thojza, po ç'ashtu është. Pse lejojnë këta dy me hi personi i tretë? Domethënë tash si cëllës punë mund me alith një bisht, ama nuk kanë në rregull. Nëse ata kanë dashuri dhe e kanë jetën e mirë, askush jo i tretë, as i 300 së ndërhin. Ama nëse ato janë labil, nuk kanë interes për njëri tjetrin, hiç s'ka nevojë me ndërhi i treti. Veç ta disën mirën veç. Shumë janë tash në kohën e fundit ka shumë shkurorëzime. Pse kanë ra shkaqe të ndryshme ka.
rrjetet. E jotja është, këshilla jote është mos me fajsu shumë personin e tretë, po ju dy. Shive. Secili duhet me fajsu vetë. Absolut. Nuk mundet ka me qenë se me zor. Ka studiohet e çështje. Shembull i kini gajlet. E duhet me tregu shokëve. Thuaj shive, duan me mdo me gruin me zor. Unë s'kemi dëshirë mu do me zor. Hajde çka tjetër. Atëherë nëse nuk ndihmon askush, e lën Zot. Ama në që do mu dativ, në tjerët kretë mu të bu. Nëse ke vendos, ndoshta nuk mund me ta mbush mendën. Ama prapë është mirë me ju fol njerëzve që duan shkurrëzor. Në fejnë tonë si janë suno, që shemëll burri dhe gruaja janë nda. 3 muaj kanë drejt, pas 3 muaj ka drejt burri me këthi grën e vetë. 3 muaj, nuk i dijet. Njerëzve e me gabimtar. Merë njeri ju ka e prapat, njërë shqetësot, demoralizohet, ka gajlet e veta, s'ka qka i banat shokot e ati, s'ka me grujen e nëzirat mlefin, ajo i dhënot, tash ndahen. Për shembull, 3 muaj, du të me prit. Deri sa të kalojnë 3 muaj e ndarje, nuk është 100%. Pasi që të kalojnë 3 muaj, nëse nuk kanë interes për njëri tjetrin, atëherë vazhdon ndarja, quhet ndarja. Po që u vendos ndarja, shkon 1 vjet. Nëse kanë interes më kthi, prap kthehen. Kjo 1 herë ndodh, 2 herë mundet me ndodh. E 3 herë nuk ka drejt në fejnë tonë, me shariatin tonë, me rregullat tona, më kthi. Zoti nuk ka dëshirë me ndodhë. Ama, ndodhin, anë regull, nuk anë regull, është mirë nga pak të përmirësojmë vetëm. Edhe djemt edhe vajzat, ka do që janë. Ju e shifni që është ose është shpeshtu e ndarja. Du të me bo analiza ku janë problemet. Në qëta probleme me gjetë ilacin. Që mos me ranë qëta gabime. Allah i rujtë. Kjo teme gjëra, sëna. Ja vlen një emision me një podcast. Teme gjëra, tash ka pika ndryshme, ka debate ndryshme, po këshilla ime do të thishë që mund dal leta. Po kena me dhonë politici pastaj. Edhe për ndarje nëse kena bon me qëllim të keq, po kena me dhonë politici edhe për fëmijët e tonë pastaj, që nuk janë të edukuar dhe nuk janë shkolluar dhe nuk janë të mirë si duhet. E vërtet është.